Adoleshenti shqiptar fiton për herë të dytë radhës i kampionatin amerikan të motociklizmit. Vetëm 16 vjeç, Alessandro Di Mauro ka arritur që atë që shumica e pilotëve profesionistë mund ta ndërrojnë, ka fituar 2 herë radhës i kampionatin Moto America Twins Cup, duke bërë një nga kampionët më të rinj në historinë e garave me motor në Shtetet e Bashkuara. I lindur në tani një familje me prejardhje shqiptare, Di Mauro hipi për herë të parë me një motor të vogël në moshën 4 vjeçare. Prindrit më blen një mini motor dhe që nga dita e parë isha i përqendruar doja të shkoja më shpejt dhe më pasër. Tha ai në intervistë për ABC-n e mëngjesit, ku ishte 10 vjeç familja e tij kaloi Atlantikun dhe u vendos në Lexington, Kentucky, pasi ati gjet një punë të re. Largimi nga Evropa nuk ja ndali ëndrrën, përkundrazi, ja zgjeroi atë. Në vitin 2022 Alessandro fitoi çmimin prestigjioz Nicky Hayden, AMA Road Race Horizon Award dhe North America Talent Cup, 2 vlerësime të mëdha për talentet e rinj të garave. Një vit më vonë, ai hyri në Moto America Junior Cup, ku fitoi 7 nga 12 garat, duke garuar me ekipin e Rodeo Racing, Robem Engineering me Aprilia RS 660. Ai dhe më pas u ngjit në kategorinë Twins Cup dhe në vitin 2024 fitoi titullin kampion në moshën vetëm 15 vjeçare. Një vit më pas e bëri përsëri, në vitin 2025 Di Mauro e mbrojti titullin duke dominuar garat kryesore dhe duke lënë pas rivalet në fillim deri në fund. Sport Illustrated dhe Moto America e përshkruan si pilotin që duhet mbajtur në vëzhgim në garat amerikane.